أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falenderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Allahun e madhërisëm e falenderojmë dhe madhërojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falendrohet dhe të madhërohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut dhe Dhul Xhelal, i cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm me vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur, jemi në pjesën e rrëfimeve kuranore, të cilat flasin për Ibrahimin alayhis salam, ashtu siç flet Allahu i madhërisëm për këtë pejgamber dhe disa ndodhi nga jeta e tij në surën Al-Baqara. Në mësimin e kaluam përmendëm tefsirin e ajeteve kuranore që përshkruajnë ndërtimin e Ka'bes dhe lutjen që e bënin babë e birë këta dy pejgamber, që Allahu të pranon adhurimin e tyre dhe lutjen e tyre. Dhe normalisht ata u lutshin që përveç pranimit të adhurimit, që të vazhdon kjo fe edhe tek pasardhësit e tyre, që edhe ata të vazhdojnë të ndjekin rrugën e pejgamberëve, Ibrahimit e Ismailit dhe gjithë pejgamberëve që kishin qenë para tyre. Dhe normalisht Allahu i madhërisëm e pranoi lutjen e Ibrahimit alayhis salam dhe vazhdoi adhurimin e Allahut në bijtë e tij, derisa prej bijve të tij, respektivisht prej Ismailit alayhis salatu wassalam, erdhi edhe pejgamberi i fundit, vule pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Ibrahim alayhis salam ju lut Allahu Dhul Xhelal që ta bëje këtë vend ku e ndërtuan vend adhurimi dhe që të vazhdon muslimanët besimtarët e nëshuar Allahu Dhul Xhelal që të vinë këtë vend dhe t'i kryjnë obligimet karshi Allahu subhanahu wa taala, duke e kryer haxhin. Andaj në ajetet në vijim i kemi edhe këto sharime ku Allahu Dhul Xhelal përmendi se ata e lutën Allahun Dhul Xhelal t'u mëson të njerëzve rritet dhe dispozitat e haxhit, dhe fatmirësisht dhe thot ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i ka të përsosura rregullat dhe dispozitat e kryerjes së haxhit. Dhe fatmirësisht na këtë vit para haxhit kemi sqaruar hadithin e Xhabirit radiallahu anhu, i cili e përshkroi haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe që është hadithi më përmbledhës në lidhje me kryerjen e haxhit. Dhe haxhi të cilin e kryejnë muslimanët sot ka në vetvete edhe shpërblimin e madh, edhe lehtësimin e zbatimit, dhe që
kush don me kry haxhin në ditë numërume të vitit dhe të jetës, e kryen me lehtësinë më të madhe dhe merr shpërblimin jashtëzakonisht të madh, siç e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy hadithe e para: men hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min hajjihi ka yawmin waladathu ummuh. Kush bën haxh dhe gjatë haxhit nuk fol fjalë të dyta dhe nuk bën mëkate, kthehet nga ky haxh ky njeri i pastër prej mëkateve si dita që ka lindë nana. Andaj ky shpërblim kaq madhështor vjen pas një adhurimi 5-6 ditor. E pak ditë, një ditë është tavafi i kudumit, një ditë është umreja që bëhet, pastaj është dita e 8 Mina, dita e 9 Arafati, dita e 10 tavafi i fadha, gjutja e gurve, therrja e kurbanit, qethja e flokëve, dhe pastaj 11 dhe 12 qëndrimi në xhemerat dhe gjutja e gurve dhe tavafi i lamtumirës. Do thot, nëse vjen ditën e 7 në Mekë, e kryj tavafin në ditën e 7. Ditën e 8 shkon në Mina. Ditën e 9 shkon në Arafat. Ditën e 10, ditën e Bajramit, i gjun gurt, e bën tavafin, e therr kurbanin, i qeth flokët. Ditën e 11 i gjun gurt, dhe ditën e 12 i gjun gurt, dhe e bën tavafin lam të mirës, pra këtë janë 6 ditë. Aktivitet plot. Për 6 ditë, megjithëse edhe këta 6 ditë mbrenda për mbrenda nuk janë të gjitha të plota me adhurime të shumta, për shembull dita e 11 edhe 12 me shku në xhemerate me gjujt gurt, mund t'i merr maksimalisht 2 orë. Pas 2 t'i merr. Edhe dita më e ngarkuar ngjelet dita e 10, dita e Bajramit, ku vjen nga Muzdalifeja, shkon në xhemeratet i gjun, e therr kurbanin, e bën tavafin e haxhit, edhe i qeth flokët. Dita e 10 ka më shumë aktivitet. Po asnjë ditë nuk është 24 orë më aktivitet. Po themi na 6 ditë adhurim e merr këtë shpërblim. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haxhi i pranuar nuk ka asnjë shpërblim tjetër përveç se xhennetit. Kështu që kur Ibrahim alayhis salam kërkoi që njerëzit ta mësojnë haxhin dhe ta kryejnë atë, e kishte qëllimin që njerëzit ta fitojnë këtë mundësi të ardhë, të cilën u jep Allahu Dhu Xhelal për t'u fshirë mëkatet dhe për ta fituar xhennetin. Ashtu është me të gjitha adhurimet, vëllezër. Nuk ka adhurim në Islam ku dobia e tij adhurimit nuk është e veçantë për vetë njeriu. Nëse fiton dikush për ndonjë ibadeti, është ai vetë njeriu. Bile, analiza e thellë e rregullave dhe ibadeteve në Islam në bjen konstatime se përveç shpërblimit të Allahu Dhu Xhelal, adhurimet neve në mbajnë fuqishëm, të gjallë, produktiv edhe në jetën shoqërore. Të gjitha adhurimet. Kur ta shofsh prej para 14 shekujve, ku janë caktuar adhurimet, çdo ditë e më tepër ne e zbulojmë se ato janë shumë të rëndësishme për më në ndihmu neve me u orientu në angazhimet ditore të jetës sonë shoqërore. Dhe është dallimi shumë i madh
mes një muslimani sot në shekullin 21 dhe një jo muslimani në aspektin e rahatis shpirtnore dhe kënaqësis dhe lumturis. Dhe faktori kryesor për këtë kënaqësi, rahati dhe lumturi shpirtnore që ka besimtar janë ibadetet, adhurimet e tija. Gjërat të cilat nuk mundesh me i gjetë një jo musliman, sa ti i mungojnë këto ibadete, këto adhurime. Dhe andaj, nga kjo që e tham, edhe kemi zbërthyna në shumë raste, tani nuk duhet zgjerohem dal për kontekstit, e kuptojmë se Allah i madhurishëm me dijen e tij absolute, në momentin që i ka caktuar këto detyra dhe obligime, realisht ja ka ndihmuar njeriut ta organizon jetën e tij shoqërore në formën më të mirë të mundshme. Që në të gjitha rrethanat dhe situatat, kur i prishet balansi dhe i çrregullohet baraspesha nëpërmes kujdesit të tij ndaj adhurimeve, ai i asiguron vetvetes balansin dhe baraspeshën. Dhe bëhet i qetë, i rahatshëm, i kënaqshëm, i lumtur dhe produktiv. Bile në prizmën e asaj që shohim sot se çka vjen prej çrregullimeve të mëdha psikike që sulmohen me te fëmijët edhe nipat ton, do na bëhet edhe më e qartë sa është më rëndësi që të mësojmë veten dhe fëmijët e tonë të jenë të lidhur për ibadete, për xhami, për namaz, për agjërim, për zeqat, për haxhin si adhurim të madh jetësor, e kështu me radhë. Andaj, më herët dikush për neve ka menduar se adhurimet janë ngarkesa, janë kufizime, janë pengesë, ka të shkojsh dush më u falë, ka të shkojsh dush më largu për haramit, ka të shkojsh dush me rujt besimin tanë, nderin tanë, moralin tanë. Edhe një pjesë e madhe e muslimanëve kanë llogaritë si pengesë, si vështirësi, si barë, si kufizim. Mirë po tash, me këto ndryshimet në jetën bashkëkohore, vime dhe kuptojmë edhe më qartë se sa jemi me fat ne muslimanët që i kemi këto adhurime. Edhe në rini, edhe në pleqni. Për shembull, një plak musliman është shumë më i qetë, shumë më i rahatshëm, shumë më produktiv, shumë më kooperativ, se sa një plak jo musliman për shkak të namazit me xhamat, për shkak të leximit të Kuranit, për shkak të vizitës së farefisit, për shkak të sadakas që ai e jep, për shkak të urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga e keqja, e kështu me radhë. Këto vepra që i bën një plak musliman pleqninë e tij, ati përveç i japin stabilitet psikofizik, e qetësi e rahati shpirtnore, atë edhe në pleqni e bëjnë produktiv të dobishëm. Edhe kundërt është e kundërt. Dallimi i madh mes këtij edhe atij jo muslimani i cili në pleqni s'ka as namaz, s'ka as Kur'an, s'ka as urdhim në të mirë dhe ndalim nga e keqja, s'ka as sadaka, s'ka as një vepër të mirë. Edhe ai ka kriza psikike, edhe ai është barë për shoqërinë, ai s'ka as familje ku sillet edhe me cilën jeton, andaj është shtëpia e pleqve, azili i pleqve, ose spitali psikiatrik është fundi i tij. E them këtë vëllazni që të na me shtu vullnetin dhe entuziazmin
edhe gatishmërinë më ndejt gati i ibadeteve. Mos me pranue plogështi, e dopsi, se fatkesisht të gjithë na po e shohim se si her pas here po na merr shejtani përpara, apo nefsi jon, e po lodhemi me pak punë fizike të kësaj bote, e pastaj i përtojmë ibadetit, i përtojmë punëve të mira, duke mendu se s'është kusht me shku në xhami 5 vaktet me i fal, s'është kusht çdo ditë me lexu Kur'an, s'është kusht çdo ditë me dhon sadaka, s'është kusht çdo ditë me mësu për fen, s'është kusht çdo ditë me mësu dikam për fen, s'është kusht, edhe ti dal nga dal gjvishesh prej ibadeteve, prej angazhimeve, prej punëve të mira, derisa ngelesh lakuriq. Emrin e kitë madh, musliman, praktikant, fetar, i devotshëm, në dukjen e parë, në fizionominë e jashtme, mirë nga mrena, duka zhvesh zemra për të gjitha shtresave të devotshmërisë, edhe kemet lakuriq. Dhe kur e vërejmë na këtë dopsi dhe plogështi, në momentin e sfidave, e sprovave, e vështirësive, e krizave, atje shohim se nuk e kemi sabrin e duhur, atëre shohim se nuk e kemi mbështetjen e mjaftueshme në Allahun, atëre shohim se po nxitojmë, atëre shohim se po gabojmë, s'na marrin komt përballë sfidës e sprovës. Andaj, duhet jemi të vetëdijshëm edhe të vëmendshëm që të rrim gati i ibadeteve dhe t'i kryejmë ato në mënyrë të përkryer, jo shkel e shko. Andaj, Ibrahim a.s. u lut që Allahu Dhu Gjelal t'ju mëson besimtarve që vinë më pas rregullat e haxhit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thoshte muslimanëve gjatë haxhit khudhu anni manasikakum, merrni haxhin prej meje, përcjellni çka bëj unë dhe ashtu veproni edhe ju. E i theke muslimanëve sallu kama ra'aytumuni usalli, faluni ashtu si kur më shihni mua tu fal. E ofronte modelin e tij si model të përkryer të ibadeteve. Edhe na duhet me vazhdu që në të gjitha ibadetet tona me u përpjek dhe me u mundu me kry adhurimin ton, ibadetin ton, ashtu si që e ka bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse kjo i jep dy të mira. E para është më afër pranimit nga Allahu Dhu Gjelal, dhe dyta jep apo sjell ma shumë shpërblime të Allahu Dhu Gjelal. Edhe andaj, kur i bën njëri dikush 10 vjet në namaz, 15 vjet në namaz, fillon edhe e fal namazin shkel e shko. Ose e shpejton gjatë faljes ngutet, kiamin, rukun, sejdët i bën shpejt e shpejt, ose nuk jep hakin formës e namazit. E një ditë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ndejt në xhami, dhe erdhi një besimtar me vonesë për ta falë namazin, dhe u drejtu ka kibla dhe tha Allahu Akbar, edhe u falë. Si dha selam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa një, pa dy, i tha irji'i fa salli fa innaka lam tusalli. Ktheu falu përsëri, se ti nuk je fal. Si pse janë fal? Si janë fal? U fala, tekbir mora, qiyam, ruku, sejdë, këti bona. Nuk e zgati me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Veç i tha irji'i fa salli fa innaka lam tusalli.
Ktheu falu përsëri, se nuk e fal. Ja nisi ai përsëri më fal. Ama ju kesh bo shprehi më fal shpejt. Siç na bëhet edhe neve shpesh shprehi mi kalu ibadetet shkele shka. Dha selam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irja, fa salli fa innaka lam tusalli. Shko përsëri falu se nuk e fal. Ja nisi përsëriti më fal. Njët e kish mësu gabim, ish mësu shpejt më fal. E kish haru me shiu namazin, mu knash namaz, me gjetë qetësi namaz. Ashtu si që knaqe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha, wa ju'ilat qurrata aini fi s-salah, knasia ime më e madhe ka qenë kur falem në namaz. Edhe i tha, ja Rasulullah, alimni, unë çka që di, mëso. E atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o musliman, kur ti ish namaz, merre tekbirin fillestar, Allahu akbar. Dhe lidhu, dhe këndo alhamdulillah, dhe këndo edhe një sura. Pastaj shkon në ruku, dhe qëndron në ruku, derisa të gjitha gjymtyrët të marrin pozicionin e vet. Dhe madhnej Allahu dhu xhelal në ruku. Pas e qohu prej rukus dhe qëndron kiamin e dytë, derisa çdo gjymtyr ta merr vendin e vet. Pastaj shkon në sejdë, edhe aty qëndro, derisa çdo gjymtyr ta merr vendin e vet. Dhe madhna Allahu dhu xhelal e lartëso. Pastaj ktheu pi sejdës, e kështu me radhë, ja mësoj namazin që ta bën ky besimtar dal nga dal. Të mos nxiton. Pse se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse dikush për juve e fal namazin sikur pula që janë kokrat e misrit. Shpejt. Pse me bëa xhele? Andaj falu ka dal. Falu qetë. Falu dhe shijoje knasin e namazit. Subhanallah, sa orë i hargjojmë muhabet me njëri tjetrin. Sa orë shkojmë njëri me tjetrin. Kur vjere puna namazit, me nëze që presin ta falim ma shpejt se na ik futbolli. Ta falim ma shpejt se na ik muhabeti. Ta falim ma shpejt se kena me punu. Me gjithë se namazi si adhurim, përveç shpërlimit jashtëzakonshëm që ta sjell, përveç ngritjes së gradave në dunjë dhe në ahiret, përveç kënaqësi shpirtërore që ta sjell, ai edhe rrezikun ta sjell. Po, namazi është adhurimi i cili ta sjell edhe rrezikun. Dhe të furnizon Allahu dhu xhelal për shkak të namazit që ti e fal. Dhe ri ngati atij. Edhe andaj na duhet me dhënë rëndësi ibadeteve, tash më përmend haxhin edhe namazin, po të gjitha adhurimet tona, edhe kur vjen agjërimi, edhe kur vjen zeqati, edhe te zeqati kemi shumë mos kujdes. Kemi mos kujdes në llogaritjen e mallit për zeqat. E bëjmë llogaritjen shkele shko, si përfaqësisht, ai se s'ka gale, si be s'ka gale. Kur vjen inspeksioni, krejt faturat dhe i matim da t'i lip, edhe t'i keti i gati. Nuk të mungon asë një dokument, pse? Valla, u bo rezik, tash inspekcioni s'po fal, tash inspekcioni s'po merr rishfesi për para, po duhet me nejtë gati me dokumenta se denimet e mdhaja. Kështu thë njerëzit. E zeqati, s'ka denime, s'ka inspeksi, zeqati sa t'ushjep. Jo, valla, zeqati ka inspeksi më të madh, kontroll më të madhe. Nuk kontrollohesh për njerëzve, as për inspektorëve njerëz.
po kontrollohesh për Allahu dhul xhelal. E Allahu nuk I fshehet asgjë nga pasuria jote. Andë kjo është gabimi I parë që bëhet në punën e zeqatit. Nuk e llogarit si duhet pasurinë që e ki, po flas për ata që kanë shumë pasuri. Po edhe ata që kanë pak fatkeqësisht, kur e puna me mat për zeqat, këshir me hek sa ma shumë, se po jep shumë zeqat. Megjithëse ketja e zeqat që japim na është shumë pak. 1/40. Pi 40 dinarëve që janë tujat, 1 dinar e për Zotin, 39 imam për vete. Edhe duket shumë. Edhe që ati mundosh me buhile. Pastaj pjesa e dytë e gabimit që bon, zeqat, e japim zakonisht kush jep zeqat mallin me afat s'ka du. Mallin që nuk ka vlerë. Mallin që ti nuk mundesh me e shit. Mallin që u ka kalu moda. Atë e zeqat. Ka do me mashtru ti? Ka do me mashtru? Fëmijën tanë që e ki 3-4 vjetësën e mashtron, sot. Edhe ata si fëmijë e bëjnë dallimin, a është mall Kina, a është mall Evrope. Fëmija si fëmijë. E ti po dënë me mashtru Rabbul Alemini, pi zeqatin me dhonë atë që dush me gjytë në brëllok, edhe thunë e këmë dhonë Allah zeqat, elhamdulillah Allahut. E ke mashtru vetën, Allahja. E ke dëmtu vetën. Allahut si ke bo da mazgjë. Andaj, të ibadetet pra I kemi 2 gjëra e para, të nem gati ibadeteve, se fitimin e kemi maramendës në dunjo në ahiret, e dyta, të ajapim maksimumin e kualitetit ibadeteve tona. Edhe të jemi të përkushtum në mënyrën e përsosur të zbatimit dhe realizimit e këtyre ibadeteve, ajo neve në ndihmon me që ngritun të Allahu dhul xhelal. Pastaj thot, të apranon pendimin dhe t'i falë. Normalisht se pendimi është ibadet I cili e shoqëron njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Që nga momenti I pranimit të Islamit dhe udhëzimit deri në momentin e dorëzimit të shpirtit. Imam Ibn Qayyim rahimullahu taala në librin e tij Madarijus Salikin, kur flet për pozitën e pendimit, ai thot pendimi është një adhurim I cili e shoqëron njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Pse e them këtë konstatim të imamit të madh, sepse dikush për neve mendon se pendimi duhet veç kur gabon ti. Pendimi duhet veç kur udhëzohesh ti në fillim, me mos e ne, s'ke pse mu pendu. Kjo s'është e saktë. Pendimi në jetën e besimtarit ndodh për 2 arsye. E para, që shumica për neve e din, pendohemi të Allahu dhul xhelal për gjunahat, gabimet që I bëjmë. Dhe kërkojmë falje prej Tij. E përderisa secili njeri është mëkatar, edhe ka dobësi, atër ai njeri me automatizëm çdo ditë ka mundësi dhe potencial me bo mëkat edhe me bo gabim. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkroi këtë gjendje të njeriu dhe tha: Kullu bani Adem khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo njeri është gabimtar, është mëkatar. E më I miri prej mëkatarëve është ai që pendohet. Pse çdo njeri është mëkatar? Sepse njeriu ka epsh. E epshi është emmaratun bisu. Insiston vazhdimisht fuqishëm me quka e keqa. Emmara I vjen urdhëruese, po shumë insistuese dhe urdhëruese për me quka e keqa. Siç e përmendi Allahu dhul xhelal në surën Yusuf, kur fol për bisedën mes Jusufit alayhis salam dhe atyre grave, inna nafsa la ammaratun la uberju nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu,
nuk e shfaqsoj vetveten sepse vetja ime është ajo që insiston me më çu ka e keqa. Kjo është një për arsyeve pse njeriu bën mëkat. E dyta është se kur njeriu zhytet në mëkate, e humb mbrojtjen dhe garancinë e Allahut Dhul Xhelal. Dhe kur e humb mbrojtjen, edhe mundësit më të vogla të lëndimit bëhen lëndime të mëdha. Për shembull, në sportet marciale, çdo sportist i mëson dy gjëra kryesore. E para me sulmu dhe e dyta me mbrojt. Nëse ke sulmin e fuqishëm e mbrojtjen e dopt, hu pa pritë pa kujtu. Sa i kundërshtari ta jep një sulm të fuqishëm në pozita që ti zmbrohesh edhe ku ta shosh veten patos. Andaj e ki sulmin edhe e ki mbrojtjen. Edhe besimtari në ballavaqimin e tij me shejtanin e mallkuar, armikun e tij të përbetuar, duhet me qenë i përgatitur me mbrojtje. Në mbrojtja e njeriu në këtë rast nuk është vetëm mbrojtja e tij subjektive që e bën ai, por është mbrojtja e tij dhe mbrojtjen të cilën ja jep Allahu Dhul Xhelal. Edhe në situata kur ky njeri i dobësohet imani dhe devotshmëria, atëherë i dobësohet kjo mbrojtje e Allahu Dhul Xhelal e ngjelet vetëm me mbrojtjen e tij. E shejtani i mallkuari, ai për shkak të përvojës që ka din me të godit në formë të sofistikume, ka nuk e pret ti. Edhe Zoti mos e bëht ka mundësi një goditje e tillë me qenë fatale për ty. Edhe me kon shkak i humbjes së përhershme në këtë duel edhe ballavaçim tonë. Andaj epshi që urdhon ka e keqen me insistim edhe mungesa e mbrojtjes nga Allahu Dhul Xhelal e bën njeriu me gabu. Edhe për këtë arsye njeriu duhet vazhdimisht me u pendu. E arsyeja tjetër për mu pendu pse kemi nevojë na mu pendu për mëkatet e morën vesh. E dyta, si? Për të bëmë më mirë. Për më bëmë më të mirë. Ajo jep rezultatin pendimit të bëmë më të mirë, po pse? Për çka tjetër na pendohemi. Arsyeja e dytë për cilën na pendohemi janë punët e mira që i bëjmë. Çfarë kuptimi? A pendohet njeriu që bën mirë? Asnjëherë. Po pendohet njeriu për shkak se të mirën që e ka bërë, se ka bërë si duhet. Na folëm pak më herët, jepja hakun ibadetit. Ti e bën namazin, mirë po e ki bosh kele shko. E nga i namaz, nëse me marë 100% shpërblimin, i ki marë 10%. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu e fal namazin, edhe nga namazi merr ose një gjysmën, ose një gjashtën, ose një shtatën, ose një tetën, ose një nëntën, ose një 10-ën. A kupton? Do të ketë na kena fal namazin sot akshamin, pak parës, edhe jo të gjithë kena marrë sevapet e njëjta. E kur ti e fal akshamin dhe i vetishëm se të ka mungu koncentrimi dhe të ka mungu kualiteti i ibadetit në aspektin e formës, atër thu, o Zot, falem që s'ja dhash hakun këti ibadeti. Edhe andaj, Allahu Dhul Xhelal e përmend në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tija se vepra e parë që e bën besimtari mas adhurimeve të ndryshme është kërkimi i faljes. Para mendo, kjo është sipas tjerëve jo muslimanëve ose muslimanëve jo fetar, është paradoksale. Si ka mundësi në mas namazit, që është adhurim shumë i madh sipas juve,
sipas juve muslimanëve, është adhurimi më i madh mas shahadetit. Si ka mundësi që unë masi të falem, të kërkoj falje te Allahu? Ose si e përmenda pak më herët, masi ta kryjm haxhin, a tham që haxhi është adhurim shumë i madh, masi ta kryjm haxhin të kërkojmë falje te Allahu. Çfarë logjike ka kjo? Që kjo është logjika. Se na i kemi bën këto adhurime, po nuk kemi të sigurt se ua kemi dhënë hakun. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam posa jepte selam të djathtë dhe të majtë, thoshte astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim wa tubu ilej. Kërkoj falje te Allahu dhe pendohem tek ai. Pse sebeb çesaj? Ose thot Allahu dhu xhelal për haxhin, thumma afidhu min haythu afadha an-nas. E pastaj nga Muzdalifeja udhthoni për Mekën, nga ajo rrugë që kalojnë këtë njerëzit. Thumma astaghfirullah. E pastaj kërkoni falje te Allah. Do thot e kemi bërë Arafatin, kemi qëndruar në Muzdalife, i kemi gjujt gurt në xhemerat, e kemi thirr kurbanin tash kthehemi për Mekë me bë tavafin e haxhit. Thot Allahu dhu xhelal, pastaj udhton atë udhë që udhtojnë këtë haxhiler me shku në Mekë dhe kërkoni falje te Allah. Mas haxhit, kërkoni falje te Allah. Muslimant në pjesën e fundit natës qohen me fal namaz, e i përshkruan Allahu dhu xhelal këta besimtar dhe thot wa bil ashari hum yastaghfirun. Pasi që e kryjnë namazin e natës, kur këtë flen, ata thot në kohën e syfyrit dhe që e përfundu namazin, fillojnë me bo istighfar, me thonë astaghfirullah wa tubu ilej. Mas një kohë që kanë kalu me ibadet, kërkojnë falje te Allahu dhu xhelal. Andaj pendimi është adhurim i cili e shoqëron besimtarin të gjitha fazat e jetës së tij dhe nuk ka moment të jetës së besimtarit kur besimtari ka mundësi me thonë unë tani jam i plot dhe s'kam nevojë me kërku faljen dhe mu pendu te Allahu dhu xhelal. Asnjëherë. Dhe argument për këtë, sepse ka do teori të sufizmit që thënë se njeriu arrin në grada të plotësisë, ku mo ati i bine dhe detyrat dhe obligimet, jo më kërkimi i faljes. Normalisht janë konstatimet gabume dhe janë shumë të rrezikshme për besimin e besimtarit. Mirë po i gjenë edhe të shkrume edhe të pame tek disa njerëz. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i plot ndihen mbi Zotin. Njeriu më i plot në devotshmërinë e tij ndaj Zotit. Njeriu më i plot në adhurimet e tija për Zotin. Shife, këtë përshkrimet pozitive i ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe atë maksimumin. Thënë sahabët me një ndej, me një tubi, me një mezhlis, ja numronim istighfaret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dirshin ma shumë se 100 herë kërkon të falje të Allahu dhu xhelal. E as kush për neve s'ka mundësi me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në devotshmërinë e tij dhe në kualitetin e adhurimeve të tija, megjithatë ai për një mezhlis 100 herë kërkon të falje të Allahu dhu xhelal. Dhe andaj të i pas parasysh këto argumente fetare, na bëhet shumë e qartë ky konstatim i imamit të madh, imami Ibn Kaimit rahimullahu taala, i cili thotë se pendimi është një adhurim i cili e shoqëron besimtarin gjatë gjithë jetës së tij. Po edhe gjatë suksesit në punët tona të përgjithshme, në bizneset tona, në projektet ekonomike, po edhe në projektet akademike, davetore, na përsëri duhet me kërku falje te Allahu dhu xhelal edhe me u pendu tek ai. Është një sure e shkurt në Kur'an e cila zakonisht jep mishde edhe jep garanci se Islami ka me triumfu
dhe se njerëzit kanë me hyrë në islam grupe. Mirë, për në këtë moment që ti ke me pa këtë pamje, këtë skenë, ku mas gjithë peripecive, vështirësive, luftës e egër që bëhet kundër islamit, e sheh se si jo muslimanët e pranojnë islamin dhe hyjnë në islam grupe, kjo asë se nuk ka të drejt me të bon ty mendje madhë, e arrogant, e i vetë pëlqym, e përbuzës i të mirave të Zotit. Po çka duhesh me bon? Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kur të vjen ndihma e Allahut dhe fitoreja, e çoish se si njerëzit hyjnë në fenë Allahut grupe, turma, ti madhno dhe falëndro Zotin tanë dhe kërko falje prej ti, se ai është ai që e pranon pendimin tanë. Pra mëndo, i thot Allahu dhu xhelal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur shirohet Mekja, edhe fillojnë fiset arabe të hyjnë në islam grupe, mas 23 viteve luftë, përpjekje, angazhim, sakrificë, lodhje, gjak, djerës, ti madhno Zotin dhe falëndro atë dhe kërko falje për mëkatet e tuja. 23 vjet, 24 shtat punë e pandashme, e mundimshme, e vështirë, e lodhshme. Ishte jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fund kur erdhi fitoreja dhe hyn njerëzit në islam dhe dominoi islamin nga deshull në arabik, kërkoi Allahu dhu xhelal prej tij me madhnu Allahun dhe falëndru atë dhe me kërku falje prej tij. Do të edhe në rastet e sukseseve tona, të gjitha mejdanet, madhnim Allahut, falëndrim atij dhe kërkim falje prej tij, duhet me qenë vazhdimisht pranishme në zemrat tona dhe në mendjet tona, pastaj normalisht edhe në gjuhët tona. Para mendoni neve sa ditë na shkojnë pa kërku falje te Allahu për gabimet tona. Tu mendu se na jemi të devotshëm, jemi fetar, jemi të mirë, falemi, lutemi, edhe mendojmë se i kemi kalu të gjitha sfidat. Pastaj thot në këtë ajet kuranor se Allahu është ai i cili i udhëzon robërit e tij drejt pendimit dhe vetëm ai e pranon pendimin. Tani e kemi edhe një nivel më të lartë. Na me kërku falje po, mu pendu po edhe me kuptu se nëse Allahu nuk e pranon pendimin ton, na jemi shkatru. Se s'ka kush tjetër veç ti pranon pendimin për robërve të tij. Dhe ky fakt është përmend në shumë lutjet besimtarit. Që o Zot ti ai që e pranon pendimin, pranoje pendimin për me. E nëse ti nuk e pranon pendimin për meje, atër unë ka me qenë humsi më i madh. Sepse nuk është friga që ti e bën një punë e s'ta pagun dikush. E bën një gjest e s'ta vlerëson dikush. E bën një sakrificë e nuk ta shpërblen dikush. Kjo s'është më rëndësi hiç. E ta din, s'ta din, ta shpërblen, s'ta shpërblen, ta vlerëson punë e njerëzve. Ama Allahut mja dediku një adhurim dhe ai me ta refuzu, e kjo valla është e madhe. E kjo është katastrofale. Edhe andaj brenga e besimtarve, pasi ta bëjnë punën,
është më e madhe pranimi i asaj pune. Se e bën, po ndoshta si ke plotsu kushtet edhe s'ta ka pranuar Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak na i dim mangësitë tona, i dim gjunahet tona, i dim mangësitë në adhurimet tona dhe e dim se lutjet tona i pranon vetëm Allahu dhul xhelal, andaj vetëm atij i drejtohemi dhe vetëm atë e lutim dhe vetëm atij ne shtrohemi dhe atij i përgjërohemi. Do thot e përulin veten ton, tu insistuar kërkesat tona për Allahu dhul xhelal me shpresë se Allahu ka mi pranu lutjet tona. Dhe pastaj tha, ajo është mëshiruesi që kanë donë prej robërve të tij e veçon me mëshirën e tij. E tash kemi mo një nivel edhe më të lartë të përfitimit. Deri tash ishim me mundin ton, që themi këtu në Shkup një fjalë tu ka vërdis, edhe tu u mundu, tu përpjek, tu nxe, tu djek me mundin ton, me punët e tona. E bën një hap nalësh, e bën hapin tjetër, kthehesh, ec para mas, mundohesh me lëviz. I ki epshin, e ki dobësin, e ki istikfarin edhe pendimin, edhe kjo ishte mes nesh, punëve tona dhe Rabbul Aleminit. E tani ka një nivel tjetër që s'ka të bën me punët e tona, me të kavërdismen ton, me atë angazhimin dhe lodhjen ton, por është thjesht dhurat e pastër e Allahut dhul xhelal. Ajo është rahmeti i tij. Që ka e ka plën Allahu me rahmetin e tij, e ka beku. Edhe ja ka shtu mirësitë e tija. Edhe andaj na vazhdimisht e lutim Allahun me na kaplu me mëshirën e tij. Besoj që e keni vërejt, vazhdimisht kur ndëgjojmë për dikën që ka vdek, themi Allahu e falt edhe e mëshiroft. E falt është për që këtë pjesën që folëm deri tash. E mëshiroft është që t'i jep ato grada që ai si ka meritu me punët e veta. Po jep Allahu nga rahmeti i tij. Edhe andaj u përfundu këto ajete me faktin se Allahu është i gjithëmëshirshëm dhe këndo e veçon me mëshirën e tij. E na vazhdimisht duhet me lutë Allahu me na kaplu me mëshirën e tij. Se ka e kaplu në Allahu me mëshirën e tij, ai ka shpëtu. Sigurisht. E mëshira e Allahut është afër atyre që bëjnë punë të mira. Siç tha Allahu dhul xhelal, mëshira e Allahut është qaribu min al muhsinin, afër atyre që bëjnë punë të mira. Edhe na mos me kom mëshira e Allahut, s'do keshim suksese as në dunjë as në ahiret. Nuk do keshim përparim as në dunjë as në ahiret. Zotë në xhenet jo me hi askush me punët e veta. Mos me konë në rahmeti i Allahut, askush për neve se shef xhenetin. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, len yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Askush për juve s'ka me hi në xhenet me punët e veta. I thanë, wala anta ya Rasulullah, as ti? Në hajde të mam, po as ti? Tha, wala ana, asona. Illa en yataghammadani Allahu bi rahmeti, vetëm nëse Allahu më kaplon me rahmetin e tij. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i miri i njerëzimit, nuk pas ka me hi në xhenet me punët e veta, punët e tij janë madhështore, para mendohun edhe ti sa mundemi me shpresu në punët e tona. Më mirë, a do me thonë kjo që na mos me bo punë të mira? Jo, kjo do me thonë bën sa të mush, edhe t'jesh i vetëdijshëm se sa do që bën pak është. Mos gabo me u mashtru.
e me të kap vetë pëlqimi, e me ndje madhësia, e me kujtu që qa ke bo ti, as kush deri sot s'ka bo. Sa të mira ke bo ti, as kush nga rrethi jot s'ka bo. Sakrificën që ke bo ti, as kush në rrethin tanë deri sot s'ka bo. Të janë mashtrimet shejtanit. Po besimtari i vërtet është i bindun brenda zemrës dhe mendjes e tij, sa ma shumë që bën punë të mira, thot, këto që janë pibo janë shumë pak sa meriton madhnia e tij. Këto që janë pibo janë shumë pak, edhe pikpyetje sa e meritojnë, me i shiku Allahu e me i shpërbly, e jo me i bo sebeb për me fitu xhenetin e tij. Andaj, këtu kemi edhe një element të rëndësishëm me potencu, kanë donë Allahu me veçu me rahmetin e tij e veçan. Me qenë i veçuar nga Allahu, i përzgjedhur prej tij, s'ka dyshim se është prej dhuratave dhe shpërblimeve më të mëdha që mundet një njeri mi përjetu. Edhe kjo nuk vjen vetvetiu. Edhe kjo duhet me pas një sebeb i cili të bën t'jesh i veçantë, edhe i përzgjedhur nga Allahu Dhu Xhelal, e na lutim Allahun e Madhëshëm që të gjithë neve na veçon me mëshirën e tij, e të na inspiron istighfarin drejtuar atij, e pendimin tek ai, e të na i shef angazhimet tona me syren e mëshirës dhe faljes, e t'i pranon për nesh këto adhurime sado që janë të pakta dhe të mangta, po inshallah Allah i shef me syren e mëshirës, edhe i rit ato i bekon, e pastaj me mëshirën e tij edhe në xhenet na çon. Na këtu do ndalemi për shkak se koha që kishim disponim përfundoi, që inshallah ndesë në ashëm me vazhdu me ajetet tjera që janë nga sura Al-Baqara, të cilat flasin për Ibrahimin a.s. dhe krejt këto dimenzione që dalin pastaj nga ato lutje dhe nga ato veprime që i kishte bë Ibrahimi a.s. gjatë ndërtimit të Ka'bes, ajetet të cilat i përmend Allahu i Madhëshëm në surën Al-Baqara. Allahu i Madhëshëm na i falt mëkatet tona, na i mëshiroft mangësitë tona, i pranoft adhurimet tona. Allahu i Madhëshëm na dhash dije të dobishme dhe vepra të mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra, na bëf prej robërve të veçuar prej tij me mëshirën dhe bekimet e tija, na bëf prej robëve të tij të ngritur në këtë botë dhe të ngritur në gradat e larta të xhenetit Firdaus në ahiret. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.